Ju keni punu shumë me motrën Johana, ka ja shpallë qytetare e Nderit e komunës së Suarekës, edhe vetë në bisede sipër e theksuat e potencuat emrin e saj. A mund pak të na i sqaroni ato raportet e juja që keni pas me to, për arsye se keni pas një bashkëpunim të ngushtë, jo vetëm në investime që ka bërë në shkolla, por edhe në kuptimin miqësor. Pak kalojnë emocion kur flas për to, sepse e kam pas mike personale shtëpisë. Tash të drejtën sa që ka qenë vizitë Kosovë, do të thotë e kam pas mike personale në shtëpi, edhe kam qenë i obligueshëm me shku mi marr motrat, hallat, gjitha me qenë prezent aty, dhe më qatë që kemi qenë lidha e ngushtë familjare. Para se me folë për to, unë po mendoj që Suareka pak ka bërë për to. Shumë pak, sepse unë personalisht e di se sa e ka bërë për Suareka, sa ka investu për Suareka. Flitet dikon 2 milion euro. Kalojnë shifrat, edhe më shumë. Mund mi të përmend disa. Për shembull investimet në shkollën e Budakovës, shkollën e Muhlanit. Mos flas shkollën aty të na që i kalojnë miliona vetëm shkollën tonë që ka investu. Pastaj shkollën e Kostërçit që shumë interesant se si ka ardhur deri te shkolla aty. E kam pas në shtëpi Shkollën e Nishorit. Shkollën e Nishorit, po. E kisha në shtëpi në vizitë edhe shprej dëshirë me dalë me shku në fshat, pastaj me shku në atë pjesën tjetër, dhe ishëm dhe në fshat aty te vllazit, vizitë, po ata ka mundësi me vazhdu me shku më aty tjetër. Shkum edhe rastisht unë e dërgohet të shkolla, ka qenë ajo shkolla vjetër në atë kohë. Edhe unë tregoj tash pikërisht këtu e kum kryu në shkollën klasën e 8. Edhe momente ku i tham kështu, thet urgjent do të më shku në komunë, më kthyn në komunë se kam punë. Unë nuk e di pse. Edhe kur më atë ka qenë Salia Sani kryetare. Aja kishte punë donacion për shkollën e Leshanit. Edhe decisivisht ju drejtuan atë kohë Salita. Këto mjete shkojnë vetëm për shkollë Nishorit, sepse ashtu më ka thënë mo djali jam. Tha djali jam e ka kryer shkollën atje dhe është një shkollë gjendje tron shumë, këto mjete vetëm për shkollë Nishorit i dedikoj. Unë nuk pa kryetarin atko me ndryshu. Me ndryshu mirë, po jo, ishte kategorik. Ose këtu, ose fare, kështu që ka qenë aty. Do të thotë përveç tjerash ka ndihmu shumë familjet nevojë. Unë kam qenë vizitë sepse ka vdek me 2 korrik 2024, ndërsa datëlindjen e ka me 17 mars. Kam qenë vizitë para se me vdek me 17 mars për ditëlindjen e saj, sepse vetëm kam pas njëri që është në gjendje traumë shëndetësore. Pastaj kam qenë edhe për Varrim, kemi qenë në delegacion edhe për komunës, po kam qenë për Varrim. Do me dalë kjo sepse po do me tregu diçka që sa ka qenë e përkushtuar ja për Pikërisht desha ta bëj një pyetje lidhur me këtë. Unë kam një informacion se ju kur keni shku në varrimin e saj, një grup prej Suarekës, keni marrë një zarf me një porosi. Këto deshta me dalë. A mund ta bësh publike këtë? Aja pritja ka qenë fenomenale, diçka që vërtet na pretën tepër mirë, sepse u shfaqsuan për ata për kërkesat e saj, sepse ka kërku edhe burrimi i saj të bëhet Kosovë, domethënë ata në arsyetim sepse ligjet e Vatikanit nuk e lejojnë, do të më boros këtu në borë të kishës, dhe e shtrum pastaj një lloj dreke për neve, edhe aja mota kryesore e Nderit, para se me fillu dreken, e ofroi një zarf tek unë, dhe po thotë, kjo është për ju, edhe është amaneti i fundit i motrës Johon që ka lënë që pare që ka pas të rezervuar në bank, mi tërhek edhe me adhuru juve për nxënësat e shkollës teknike. Ka qenë diçka jashtëzakonshme, do një vlerë bukur e madhe. Pastaj i kemi ndarë ato pare, disa mjete kanë qenë për nxënësat shkollës tonë, disa mjete për nxënësat shkollës profesionale në Qirok. Do të thotë edhe këtu ka shku. Është diçka që rrallë kur shëpën. Për ata thash që fillim që po mendoj që si Suarek pak kemi bërë për ta që Megjithatë Suareka ka shpallë qytetarën Nderi. Po, qytetarën Nderi, po nuk diskutohet, pastaj një rrugë dikon atje. Një rrugë ka emrin e saj. Po megjithatë mendoj që ka hapësirë ende për